Posta shqiptare në bashkëpunim me Institutin e Sigurimeve Shoqërore operon në bazë të një grafiku për shpërndarjen e pensioneve. Drejtoria e filialit të Postës së Vlorë, Dorina Tahiraj, thekson se grafiku përcaktohet fillimisht në bazë të moshës dhe më pas vijon sipas kategorive të përcaktuara. Absolutisht po. Posta shqiptare në bashkëpunim me Institutin e Sigurimeve Shoqërore operon në një bazë të një grafiku që përcaktohet pikërisht nga ISSH për pagesat e pensioneve në bazë të një fashe moshe, që do të thotë që në ditët e para të muajit, në bazë të këtij grafiku duhet të paguajnë ata pensionistë të cilët janë në një moshë relativisht më të lartë dhe pastaj gradualisht me vazhdimsinë e ditëve dhe pas datës 10-15 paguajnë ato që ne i quajmë pensione të reja, që janë ata pensionistët që kanë një moshë më të re, relativisht më të re. Për shkak të nevojave që pensionistët kanë tendencën që të gjitha pagesat t'i kërkojnë në javën e parë, mundësisht në javën e parë të muajit, dhe kjo është një gjë që ne na krijon një lloj fluksi në javën e parë i përqendruar kryesisht në 2 apo 3 zyra postare që operojnë në qytetin e Vlorës. Dhe unë për këtë dua t'i bëj një thirrje të gjithë qytetarëve që të respektojnë atë grafikun e pagesave në mënyrë që të evitojmë krijimin e këtyre radhëve të panevojshme, po themi. Tahira është ndalur dhe tek një nga shërbimet e reja që ofron Posta Shqiptare, ai dërgimi të pensionit në familje. Ky shërbim mund të përfitohet në çdo moment përmes një procedure të thjeshtë sipas saj, duke u ardhur në ndihmë pensionistëve dhe duke shmangur radhët në pikat e shpërndarjes së pensioneve. Dhe njëkohësisht dua të bëj edhe një apel tjetër që për të gjithë ata qytetarë të cilët nuk e kanë mundësinë fizike për të paraqitur nëpër sportelet e Postës Shqiptare, Posta Shqiptare ofron një shërbim tjetër që është ai pensioneve në familje, i cili ofrohet nëpërmjet rrjetit të postierëve. Me një aplikim të thjeshtë në Albania, çdo pensionist që nuk e ka mundësinë fizike apo shëndetësore për të paraqitur vetë nëpër sportele, bën aplikim në Albania dhe në harkun e një muaji pagesa transferohet si pension në familje dhe çdo muaj kjo pagesë përcillet në shtëpi nga ana e postierëve të Postës Shqiptare kundrejt një pagese që është 100 lekë të vjetra. Posta Shqiptare ofron një sër shërbimesh, ndërsa një prej pikave kryesore mbetet shpërndarja e pensioneve. Përmes shërbimit të pensionit në familje synohet lehtësimi i procedurave dhe krijimi i më shumë lehtësive për kategorinë e pensionistëve.